Përshëndetje, ky është episodi 5 i Speakeasy Podcast. Bota aktualisht ndodhet në disa momente të trazuara. Shohim një përballje ndoshta midis Amerikës dhe Iranit. Shohim luftën midis Rusisë dhe Ukrainës. Shohim dhe shumë probleme gjeostrategjike që zhvillohen në botë sot. Por duke parë nga vetja ne shqiptarët, në Hag 4 eksponent të UÇK-s përballen me një gjyq të padrejtë. Duke ju afruar 17 shkurtit, ne na troket zemra të festojmë një fest që ishte ndoshta ndër më të parat në Evropën moderne, pavarësinë e shtetit më të ri në Europë. Kam nderin të kem ftuar këtu në podcast Driton Palushaj, kryetar i shoqatës Kosova. Driton, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm, është kënaqësia ime të jem pjesë e juaj. Të përshëndes, e të uroj suksese në këtë podcast. Gjithashtu i përshëndes edhe shikuesit e juaj dhe dëgjuesit e juaj, edhe është kënaqësia ime. Driton, mund na bësh një rezume tënden edhe ndoshta pak historik të shoqatës Kosova për ata që është hera e parë që na ndjekin. Faleminderit për këtë pyetje. Një moshë e re sikur të gjithë në moshën 18 vjeçare jam larguar nga Kosova, posa kam përfunduar shkollën e mesme në Lugj Gora Kuqin e Klinës. Si çdo hiri, në atë kohën kur i përjetuam edhe hilmimet edhe largimet edhe një pjesë e madhe të popullatës të Kosovës i larguan nga puna, neve sikur nxënës besa na helmun edhe nëpër bankat e shkollës, so kështu që aja rrugë e Gurbetit, rrugë e Ram, po këtu ndodhem që 35 vite. Pra ishte si formë detyrimi për të larguar nga Kosova, sepse ti krijonin kushtet e atilla që të mos kesh sukses, helmimet, maltrajtimet, gjitha ato gjëra, dhe Kurbeti ishte ndoshta forma vetme për mbijetesë për shqiptarët. Pajtohem me ty. Po t'ja shpjegoj fëmijëve të mi se qysh është mohuar drejta fjalës, drejta lirisë, drejta e gjuhës tande, është shumë vështirë me përcaktu, sidomos fëmijë që jetojnë në këtë shtetin demokratik të Amerikës. Po me të vërtetë diskriminimi e kanë edhe me gjeneratët e tjera, siç e dim. Pra me përjetu drejta, mohimi drejtës tane, mo të mohu e drejta se si jesi shqiptar, mo të cungu e drejta e gjuhës tane, a kanë shumë e vështirë. Cili është historiku sa do pak i shoqatës Kosova? Historiku i shoqatës Kosova është aty që ta ruam gjuhën, ta ruam kulturën, zakonet tona të bukura që i kena shqiptare. Edhe të jemi krenar për festat tona, sidomos si dihet pavarësia e Kosovës, janë 2 datat më të rëndësishme që i ka populli shqiptar, 28 nëntorin dhe 17 shkurtin. Domethënë edhe ta ruam këtë gjuhë, ta ruam këtë kulturë, të bashkohemi së bashku, edhe me të vërtetë ta marrim atë dhem në zemër edhe në mendje. Kështu që të bashkuar të jemi dhe të punojmë edhe të lubojmë për të mirën e kombit tonë. Sa vite ka që vepron shoqata Kosova? Shoqata Kosova është formuar në vitin 2008, fillte mas shpalljes së pavarësisë, kur një ndër datat e pavarësisë 17 shkurtit e kanë edhe si krenari, e kanë si nder, ku merret një manifestim shumë i madh, sidomos këtu në diasporë. Unë shoh që shoqata Kosova është shumë aktive
në organizimet e eventeve, në ngritjet ceremoniale të flamurit në qytetin Southfield, biles edhe në qytetin Westland që ishte këtër në bashkëpunim me disa shoqata të tjera. Doja dija, mos ekziston një frymë e re, se i falenderojmë edhe ata që kanë qenë përpara pjesë e shoqatës. Ekziston një frymë e re për të angazhuar të rinj, të lindur dhe të shkolluar këtu në diasporë, si pjesë e shoqatës Kosova? Po. Njëherë një falënderim i madh shkojnë të themeluesit e kësaj shoqate, domethënë ata janë që e kanë vizionarët e kësaj shoqate, ata janë që e kanë krijuar një themel të kësaj shoqate, kur na unë si gjenerat e re, edhe ata që vinë mas nesh e kanë kajën dhe drejtimin, domethënë ku shkon shoqata. Kështu është shumë më lehtë për na. Ata që na jena fokusu sot, jena dëshira jonë është që ti sa më shumë i thith trit. Edhe anën tjetër pak mu lidhë dhe me trit, edhe me kanë me bë suportu, sikur si vjet i kena scholarship, i kena 5 scholarship. Do të thonë, një është dhënë në Amerikë, e 4 i kena në Kosovë. Kështu që besoj se me tarme kena me linë ideja dhe ka me pas platforma tjera për mi thith trit, me ba ma fun, me ba ma argëtuese. Pra, driton jo vetëm që jeni pjesë e festimeve dhe manifestimeve, por po ndihmoni edhe në shkollimin e trive shqiptarë. Këto si lindi ideja për bursat? Unë me të vërtet shumë e kam ardhur shkollën, edhe pse nuk e kam regjistru fakultetin e Prishtinë, po atë kohë u mbyllën gjithçka, atë kohë filloi edhe lufta. Unë është mendimi jem se nëse dën me ndryshu për të mirën e një kombi, një shoqërie, është nëpërmes edukimit dhe vetëm edukimit. Pra ju shihni që zgjidhja vetme për problemet aktuale, që flasim që mund të jenë politik, në drejtim, në ekonomi, është përmes edukimit. Por nëse shkojmë mbas edhe shohim historia, do të thonë çdo lutë që është bë ka dergjak, po ku ka fundi o desh mu ul në trez e me dhon paqen. Edhe aty mënyra e paqes e qysh shprehet, e qysh aktivizohet, e qysh lubohet, është një art, për shembull, se unë kur nuk e kam njoft Kosovë. Për shembull, mënyra e komunikimit, mënyra nuk është shkathush, parësishme është se si të tingëllon thonja jote për mas. Nuk është ata që e shpreh, po është mesazhin që krijon për mas. Aty është një farë edukimi që sidomos trajtohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë është që e shpreh arsyeën se pse plani mendimet tona e kanë qëllimin e vet. Pra ju nëpërmjet tilla gjërave edhe shtyni përpara dhe shoqërinë në Kosovë, por duke u kthy tek manifestimi i datës 17 shkurt tash që vjen pas disa ditësh. Çka është veçantia këtë vit? Po, sepse ne njihemi shumë kohë që 30 vjet bashk, edhe kam kënaqësinë thirrri shok. Por me ardhjen tënde në krye të shoqatës, pa dash për ti, domethënë sepse nuk po ulim poshtë askënd, por i falenderojmë paraardhësit, por shoqata nga vitin vit ka veçanti, ka ndryshime, bëhen gjëra më ndryshe,
ma bukur, ma matkos, që është veçantia këtij viti? Edvin, edhe une me plot kuptimin e fjalës jam krenar që thras shok së pari. E vërtet është një më shumë se 30 vite, une e kam pa punën tonë që ka ki kontribu sidomos në këtë diasporën tonë, në komunitetin tonë, jam falenderues ndaj teje. Une, personalisht, kur e kam fitu besimin e shoqatës, une jam, dhe më thonë, produkt, jam fruti i ata që e kanë kriju, si kanë rajt edhe trungu i kësaj peme, dhe më thonë, unë veç jam një fryt. Edhe i herë me lidhje me pyetjen. Qa është veçantia e partit që zhvillohet, e mbrëmjes që zhvillohet këtë 17 shkurt? Ka ndonjë veçanti? Po, ka veçanti se na dim t'i falenderojnë ata që na kanë ndihmu. Na një veçanti e posaçme është se do të jetë pjesë edhe Ambassador William Walker. Një njeri që e shpalosi rëqakën, ato vutje, ato përsekutime, ato dhunime, ato vrasje. Dhe më thonë, na kthejmë, edhe pse kthejmë mas me 25 vite, na dim me falenderu për punën, edhe dim me vlerësu njeriun, që na ka bo aq shumë për popullin, sidomos për popullin e Kosovës dhe për popullin shqiptar. Unë do të kam pas rast të takohem disa herë me ambasadorin Walker, edhe do të quaja pasqyra e Kosovës në botë, sepse ndoshta po të mos ishte ambasador Walker, ndoshta Raçaku nuk do të ishte dokumentu ashtu si që dokumentu. A i vuri edhe karierën e vetë në mëdyshje, apo në kanar, për të pasqyru vujtjet, masakrën, terrorin serb në Kosovë. Me të vërtet, masakra e Raçakit e krijoi dhe vetë emrin e krimit, e krijoi se kush është personi ose shteti që e bën krimin ndaj popullit shqiptar. Dhe më thonë, kjo është aja një thesë madhe kur u hapën edhe syni i tretë, sidomos Shtetet e Bashkuara Amerikës, edhe panë dhe u bindën se me të vërtet kush është gjykatari në këtë periudhë të luftës së Kosovës. Dhe më thonë, ke dora parë që u pa në për televizione, ato masakra janë bijet e bijet tona, ato masakra janë nana tona. Nuk është puna që vetëm i kanë vra, po i kanë dhunu, i kanë vra, e shihet edhe gjaku i derdhur në për tokë, dhe më thonë, nuk është vetëm njerëz të moshuar, po aty ka dhe fëmijë, ka foshtje. Unë rastisht në orët e parë të mëngjesit ndogja një ato argumentet përfunduese të një nga prokurorët në Hag kundrejt 4 luftëtarëve të UÇK-s dhe tha, Hashim Thaçi ka manipulu Wesley Clarkun dhe James Rubin për të vërtetu se në Kosovë ka luftë. Por si mundet një njeri me pak vetdije njerëzore, nuk po flasim për kombëtarë, sepse ai është prokurori është amerikan, edhe gjithë ajo gjykatë më duket një gjykatë farse, por merr 13.000 njerëz të humur në luftë, që kanë humbur jetën, merr 2.000 njerëz zhdukur, 22.000 gra dhunuara, 1 milion njerëz të ikur refugjat në Shqipëni. Si mund t'i thush, çfarë manipulimit mund të bash aty? Aty s'bëhet manipulim. Aty është dram njerëzore, aty është gjenocid. Dhe sot
Në shekullin 21 ne përjetojmë tilla gjëra. Cili është mendimi jot për 4 akuzuarit në Hag? Nëse lind pyetja mas shëtrejshës nënës Treze, nëse e para qet në shkronja, cila është gjanja ma e shenjtë e popullit shqiptar. Unë e tham me krenari edhe me krejt vëmendjen teme se janë 3 shkronja. Aja është U, Q, K. Aja është thesari i popullit shqiptar. Aja është dhe vetë liria. Këtu ta spjegosh është shumë mirë. Është sikur një person me hangër një paj, blueberry pie, e këtë buzë t'i ka me blueberries, edhe të pyet ty se kush e hangër pajin. Këtu dihet kush është gjykatari. Ata gjykatarë mas parti ja ka nis regjimi serb, shovenist, mas parti ja ka nis prej Slovenisë, aty nuk mujti me qëndruar shumë, shkoi bani masakra në Kroaci, prej Kroacisë unë në Srebrenicë që shëdim me zisa 100-200.000 njerëz se kanë vdek. Atër një dasht me kry, mas mramti, e kasapi, dasht me kry edhe Kosovën. Dhe më thonë, vitet 90 aty, unë në qendrën e arsimit Ljogjë Gora Kuqi, shkolla mesme aty afër 1000 studenta, dhe më thonë, unë ende sot nuk kam arrit ta kem diplomën. Dhe më thonë, një muj para se me kry, aty ka fundi i prillit, e në mbyllën shkollën. Atëherë unë kam marrë në Amerikë, po e kam pas familjen, merre me men, brenda një kohë të shkurt, 15 minuta ka hi policia serbe, militantat e ma kanë largu krejt familjen, dhe më thonë krejt janë bajt. Atëherë një gjatë kalimit prej linjës për në Shqipëri, ku dihet ma shumë se 700.000 shqiptar janë dëbuar në Shqipëri, në nanën tonë në Shqipëri, gjatë rrugtimit, njerëz të cilët janë kanë ma aktivista, ma patriota, i kanë largu prej familjes, kur dhe sot në komunën e Klinës, që dihet edhe në për tonë Kosovë, kemi njerëz të humbur. Dhe më thonë, i kanë përsekutuar, i kanë zhduk, nuk dihet edhe kur i kanë eshnat. E tashti sa i për këtë kësaj gjykate, kjo mendimi jem është një gjykatë shumë e padrejt, po pse? Ata i kanë mbrojt trojet e veta, ata i kanë mbrojt nanat e veta, ata i kanë mbrojt motrat që ja kanë dhënu, dhe më thonë, për te i deres shtëpis nuk kanë pas ku me shku. Unë besoj se drejta do të fiton, do të shpallën dhe pa fajshëm, ai do të jetë edhe një lajm shumë i gëzueshëm për popullin tonë. Drejton cili është marrëdhënia shoqatës Kosovës, sepse unë jam gjithmonë përkrahas si të pasurit shoqata në komunitet, është sikur një mozaik, gjithkush e vendos gurin e dur në murin e shqiptarizmës në diasporë. Cili është bashkëpunimi midis shoqatës Kosova dhe shoqatave të tjera? A duket komuniteti që është aty ku duhet për sa i përket çështjes kombëtare, aktivizimit me çështje kombëtare? Faleminderit për pyetjen. Pikpamje teme, unë e shoh se ato i hec përpara. Tashti është aja shpejtësia sa na duhet, nashta nuk është, po nuk i na të ndalë. Aja është bukuria e gjitha shoqatave. Ne kena një raport shumë madh ndërmes shoqatave. Mos ndalën tashti me gjitha me emrat, po sidomos shoqatat që vijnë nga Malësia, na kena një respekt shumë madh se unë personalisht edhe gjeneratat tona që jetojnë në Michigan e kena pa punën që e kanë bërë malësorët. Edhe jam krenar, dhe më thanë, që kanë bërë Malësia, me donacione, me raste që kanë shku e kanë marrë edhe pushkën kanë shku e kanë luftu, janë bërë pjesë UÇK-s, kanë lupu për atë Kosovën, dhe më thanë, janë të pa një trend me një vizion e drejt kur i kontribon
atë dheft tonë, çështjes skuptare, çka unë jam shumë i kënaqshëm edhe kam një entuziazëm është edhe kyçja, sidomos e Robert Lulgjuraj, që vazhdon të jetë për kongres, ajo është armëria jonë. Dhe më thonë, e janë të pa kthesen, atëherë është bashkangjitë edhe Suzana Shkreli për sekretaret e shtetit Michiganit, dhe më thonë, jam të pa se rinia jonë e ka një vizion. E na të kontribu vizion në rinjin tonë, këna mi arrit qëllimet të senatit, të kongresi, se nuk kena nevoj me shku nashta to the front door, të është i karkohet nashta kena me pas njerin tonë, që mund të trokasim derë, po. E get from the back door too. So, aja është, dhe më thonë, unë e përsha, është një entuziasm, që edhe mu si person, mba ma shumë aktiv, dhe më thonë, ja vlen koha, ja vlen energjia jote, edhe mu një jëtë me investu këta 3 tonë. A menon që po investojmë sa duhet në 3? Po, kjo është, drejton, mund t'jesh edhe pak kritik. Kritika nga herë, kritika është netshme, është edhe e mirë për flasë për gjeneratat. Ndoshta kemi pak mangësi në aktivizimin politik të shqiptarëve, sepse Suzana është për 2. herë, dikur kandidonte për Kongres të Amerikës, tash i kandidon për sekretarit shtetit. Roberti është e para herë, edhe shoh që është frontrunner, kam pas rastin ta intervistoj. Por kemi edhe Renis Nushaj, që është në distriktin 10 të Senatit të shtetit Michiganit, edhe pse për të qenë edhe ndoshta pak kritika, jemi ku duhet në aktivizimin tonë në politikën amerikane. Po, unë besoj, është një fjalë që thëtë, sa do me hangër uj ka venin e vetë, dhe më thonë, sa do të bajmë, bara na muj me bëna ma shumë që që bajmë. E në të ba, unë besoj se është qastja mirë, dhe më thonë kaja. Të është sa është shpejtësia, me ata që kina na me atë potencialin se e ka për shembull Michigani, diaspora, janë të ba mënyrë unë që ka përsha, e ka të begatin e vetë, e ka të vlerën e vetë. Të është i gjdo kanë vështrim e ka të kanarin e vetë, po në perspektivën teme, është kaje mirë, dhe më thanë, po të është a këna me pas suksese, po aja është se ka me pas sukses, unë besoj se ka me projektu, ka me pas shqiptar kongresmen, apo senator, aja është. Po të është lim pyetja, këta kandidata janë më të mirë. Dhe më thonë, në pikpamje teme, i plotësojnë kriteriet, si Suzana, si Renisi, si kur Roberti, dhe më thonë, i plotësojnë ato kriteriet. Po, mënyra që ata e kanë zgjedhur për me shku të caqët e tyve, është përgjësia vetë. Po, qka jina na krenar me ta se janë shqiptar. E aja, dhe më thonë, e ka atë vliftën e madhe. Mas parti është shqiptar. Ta është, po, pikpamjet politike, se cila është e majt e cila është e djathtë, janë sikur njëna dorë e lën tjetrën e të dyjat e lën faqen. Më pëlqej shumë kjo që thej që mënyra se si shkohet është përgjegjësi e personit. Në fund etiketa shqiptar është gjëja më e bukur, sepse ai pozicion nuk është vetëm i tyne, është i njerëzve që e kanë zgjell në atë pozit, por ndoshta dhe i shqiptarëve na njeh pak sa ma krenar për arsyet të origjinës. A mendon që shoqatat duhet aktivizohen më shumë me rinin, sepse po shoh nga shumë mbrëmje që organizohen, shoh njerëz në moshë. Nuk mbrëmja që keni organizu vjet ka qenë për të marrë shembull.
ndoshta mund të them ma mira duke pas shumë rini. Por duke pa dhe mramje që organizohen në kujtim, në rikujtim të data historike shqiptare, kryengritja malësisë, festa pavarësisë, nuk shoh që tërhiqen shumë të ri për të qenë prezent. Po vitin e kaluar ka një rekord ajo mbrëmje, po i falenderoj edhe pjesëmarrësit, i falenderoj shoqatat, i falenderoj antarët e shoqatës, antarësinë time. Aty ka pas me të vërtetë ka një natë mallështore, kur edhe njerëz kanë ardhur ma familjar, kanë ardhur edhe me fëmijë. Po kjo është qëllimi i këtu. Nuk është çka bën ti, po çka ki kriju për fëmijët tu. Edhe nuk mundesh më kon aktivist nëse nuk krijon diçka edhe për fëmin tanë. Do të thonë, po me tërheq, më kanë edhe ajde me pa vizionin, me pa se koha e ti ja vlen më marrë me këtë dukuri që na marrën. Do të thonë, është një barcolet kur e ka nis të lëshu Kosovën, thotë unë u largova, po ta la amanet, ti mos e le Kosovën. E kështu që edhe unë baj thirrje se tashti është kjo koha që kur të marrim pjesë, marrim si familje. Ta ftojmë bashortën, ta ftojmë djalin, ta ftojmë vajzën, ti tregojmë se kjo nuk është vetëm një klub, për shembull, një klub mbrëmje ose mbrëmje klubit, po. Nuk është. Domethënë, m'ja kallëzu se qëllimi është me rujt gjuhën, me rujt traditat, me rujt kulturën tonë. Aty është qëllimi. Edhe unë e thash, kur i kam pa këtë moshën time, kur e shoh Robertin, Suzanën, Ernisin, atë energji, tashti po nalëm pak të Suzana, ka një karrierë fantastike, është shumë e përgatitme, ai të kuptu. Unë jam krenar, dhe më thanë që muj me suportu, po si e suportojmë? Na suportojmë nga brapa dhe pas liderin për para. E jo të shkel dikan për me ngrit veten. Qashtu është të Robertit, dhe më thonë ka morë një pauzë 1 vjeçare, pa çfarë energjie, ai djali i ri. Dhe më thonë, ka mujtë me shku atë sektorin veç me bë para, pa e ka lanë, dhe mi shërby komunitetit tonë, dhe mi shërby krejt Amerikës, dhe më thonë. E aja është, dhe më thonë, se faleminderis gjeneratët djetra se kanë një rëni begatshme sot. Une besoj sa më të bashkum atë qëllimin tonë kena me arritë sa më shpejt. Edhe kuptuat se kushton edhe pare, po është investim, nuk është shpenzim. Aty është dallimi. Pëlqen kjo që the që ne duhet me pas si investim, jo si diçka e humun, sepse me pasjen e një kongresmeni shqiptar, mund të kemi edhe senatorin, mund të kemi dikë që është në pozitë në qeveri. Ajo është plus për shqiptarët, plus edhe për strategjinë amerikane në Ballkan që ndoshta është ftohtë pak, por them që do hillen syt për ta pa ndryshe Ballkanin. Po, Edvin, tash ti jetë pa dhe bukurinë për shembull rinia shqiptare këtu në Michigan, mos him me emra, po një jetë edhe në aspekte shumë të mëdha. Domethënë kena doktora, kena surgeon, kena advokat njërë, kena biznesmena të mëdhej. Domethënë kena njerëz që kanë ardhur për luftë, sikur është familja Dema, vllazit Dema. Domethënë kanë arrit një aspekt shumë të madh. Po tashti është, qëllimi jonë është, na ta kemi dika një reprezentatus në senatin. S'kena nevojë për shembull me shku me derë parë me lëbut e njerëz, të më thonë me kanë dora parë, dytë e tretë, po kena me kanë drejt për drejt. Aty është ardhmëria jonë. Edhe pse për shembull politikanë tonë, jam mësu për shembull vinë këtu pak e morën besimin tonë, e shkojnë në Kosovë, Shqipëri, bëhen kryetara ose kryeministra, atëherë
se thë një farë fjale, sa ma larkë sysh dhe ma larkë zemre, ftofën dhe më thonë, po harrojnë atë neve. E kështu që unë besoj se nesër mos gjedhë Roberti, ose zona, edhe më na harrojnë na jadim derën, dhe më thonë këna me shku e mja, që ka derën, mja thuj derën. Kështu që me të vërtet është investim për të ardhmen, është unë thash, ma shëtrejshës tonë, nanës Treze, sidomos dhe pavarësin, me prejitu unë edhe një senator shqiptar, dhe më thonë, që se shkoj edhe na dy janë jam i lumtur. Drejton, cili do ishte mesazhi jot, jo vetëm për njerëzit që do marrin pjesë me 17 ditën e diele, por me 15 ditën e diel, po cili do të ishte mesazhi jot për komunitetin shqiptar marë, ndoshta jo vetëm në Michigan, por edhe në Amerikë. Unë jam shumë i vogël të t'ja jep një mesazh komunitetit, pse unë kam fitu shumë prej komunitetit, kam pa mundin që e kanë derë, njerëzën që e kanë derë, investimet që e kanë bërë në këtë komunitet. Po një gjë që ka e sugjeroj, është t'i lëmë migo tona, gjithin e barabartë. Të fokusohem personi që është më i përgatitëm ta mbështesim ata. Pa marrë parasysh, a është i gjinisë femrore apo mashkullore, a është i Kosovës, i Shqipërisë, i Malitëzi, i Prishevës apo i Bojanocit. Aty është. Bukuria ma madhe njerift është kur një tri e shesë dhe me marë aktivitetin, ta përkrahim. Unë besoj se ka ardhur koha tash të baraktarizmit, jo merrna që 30-40 vjet, që më thënë, le të jetë raja, po raja le të gëzohet edhe lulës. Aja thirrën që e baj unë për 15 shkurtin që është dilje dite në orën 7, e ta festojmë bashkë. E ta festojmë se ky gëzim është i gjithë shqiptarë. Ky gëzim nuk është vetëm merite e popullit shqiptar të Kosovës, po është e krejt shqiptarë kudo që ndodhen në botë. Kam dëshirë që gjithë të vini, ta festojmë, i madh i vogël, edhe t'jena krenar se këtë fest e kena fitu me gjak. Aj gjak që është derë e ne e gëzojmë lirin. Ju faleminderit. Drejton të falenderojmë për kohën tënde që more nga, sepse detyrimisht merr je dhe biznesmeni i suksesshëm, kohën tënde që more t'jesh prezent tu në Speakeasy Podcast. Të falenderojmë ty, të urojmë punë marë në drejtimin e shoqatës Kosova, sa më shumë suksese, jo vetëm këtu, por edhe në vendlinje, por gjithmonë në bashkëpunim me shoqata të tjera. Dhe i herë, faleminderit për kohën tënde. Unë jam shumë mirënjohës për gjitha ato gjeneratat që kanë kontribuar para nesh, po një gjë është, rinia jonë është armëria jonë. Ju faleminderit. Pra, mos harroni, ditën e diel, ora 7 PM në qendrën Shën Nën Tereza në Southfield, kremtimi i përkujtimit të pavarësisë së Kosovës. Ejani dhe festoni me shoqatën Kosova dhe me gjithë komunitetin shqiptar. Ky është Speakeasy Podcast. Shihemi herën tjetër. Faleminderit. Jeni të mirëseardhë të gjithë.